Pas qëndrimit të qartë të Bashkimit Evropian se zgjedhjet në Tiranë nuk ishin të mira, deputeti i Partisë Socialiste Ditmir Bushati e vlerëson deklaratën si një dëshmi të mospërmbushjes së standardeve të zgjedhjeve, si pasojë e sjelljes së mazhorancës pas mbylljes së procesit të numërimit në kryeqytet. Socialisti Bushati, një herës antar në Komisionin e Integrimit në Kuvend, komentoi qëndrimin e përbashkët të zëvendës presidentes së BE-s, Catherine Ashton, dhe eurokomisionerit për zgjerimin dhe fqinjësinë e mirë, zotit Stefan Füle. Jemi shumë të lumtur që Bashkimi Evropian ka arritur në konkluzione shumë të qarta të diagnostikimit të asaj çfarë ka ndodhur në Tiranë dhe të nevojave që ka Shqipëria për të çelur një kapitull të ri. Flitet shumë qartë për faktin që zgjedhjet në Tiranë, nga mënyra se si u zhvillua procesi i numërimit, i pasnumërimit, i vendimarrjes në KQZ dhe në Kolegj Zgjedhor, nuk përmbushin dot standardet ndërkombëtare. Kjo do të thotë që ne duhet të ndërmarrim disa hapa vendimtar për të garantuar mekanizmat e duhur kushtetues, zgjedhor dhe institucional që para zgjidhtash do të na mundsonin në Shqipëri për herë të parë që të kishim zgjedhje lira të ndershme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sa i përket bashkëpunimit për reformën elektorale, kërkesë kjo e cila mbërriti qartas edhe nga Bashkimi Evropian, deputeti socialist tha se opozita është e gatshme të bashkëpunojë vetëm në garancinë e një dialogu të ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët. Dialog për dialog nuk do të ketë, do duhet që të ketë një proces të shëndetshëm demokratik që do të garantohet nga ata që e kanë mbështetur demokratizimin e Shqipërisë në këto vite dhe e kanë fjalën për partnerët ndërkombëtar, për trojkën që ka qenë shumë afër zhvillimeve në Shqipëri gjatë gjithë këtyre 20 viteve. Bashkimi Evropian në muajin tetor do të vendosë nëse Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat në BE, por për socialistin Bushati, pas një procesi zgjedhor të dyshim dhe një mazhorancë pa vullnet në procesin e integrimit, ky hap nuk duket të jetë afër për Shqipërinë. Në rast se do të ndodhë që opinioni i tetorit nuk do t'i japi Shqipërisë dritën jeshile për statusin e vendit kandidat dhe një datë për fillimin e negociatave, ky do të ishte një skenar shumë i keq në rastin e Shqipërisë, pasi për herë të parë do të kishim një precedent ku një vendi nuk i jepet për 2 vite rresht status. Bashkimi Evropian ishte mjaft kritik ndaj mënyrës se si u zhvillua procesi zgjedhor në kryeqytet, ndërkohë që komisioneri Füle u shpreh se për një opinion më të gjerë, KE do të presë raportin përfundimtar të OSBE Odirit dhe opinionin e Komisionit të Venecias kërkuar nga sekretari i përgjithshëm Jagland.